Më të bukur është ta shpreha e Akilit që i thot kushërirës e aktorit se harrova emrin asaj kryqëzeshës. Jetoj jetën ta, qeshu. Sepse neve njerëzit perëndit na kanë zgjidhur se ne vdekatar. Ose Priami me Akilin që për mua është ndoshta komunikimi më i madh i botës. Ata kryqe tërthorta për të ardhur, për të takuar njeriu me duart e cilët u vra djali im tha. Dhe ato duara tani do t'i puth. Ndërkohë që Akili, që është Akili, po flasim për Akilin, luftari më të madh që kanë nxjerr bota, fillon të ranë gjunjët e po qante bashkë me atë ardhur. Ose takimi i Hektorit me Akilin, që i thot Patrokli nuk e vrava ti si ushtari, dhe është vdekje denjë, pa dhimbje. E ngulash vet, u mora vet, pra janë disa kode burrnore që njerëzit i kanë humbur. Të më pëlqejnë. Këto pasazhe ti mëson shumë. Për shembull, lexon meditimet e Marcus Aureliusit. Dashurinë e mësova nga nëna, diturinë e mësova nga babai. Domethënë, e kuptoni si nis rrëfimi i tij. Dhe nis me dashuri nga nëna, dituri nga baba. Po kaq i duhet nis, domethënë, ky studenti ju dashka idioti TikTokut që shan me libër shtëpie, idiotin tjetër TikTokut apo të lexoj Iliadën. Midis dy idiotësive, zgjidha të më cilësohen.